Ti lutesh çdo mëngjes. Lexon Biblën çdo natë. Je i pranishëm në kish. Eve je i shqetësuar, i lodhur, i zbrazët. Pse? Sepse shpirti yt nuk kërkon rituale të sakta, kërkon prani të vërtet. Shumë nga ne kemi krijuar një jetë krishtere që duket e përsosur nga jashtë, lutje, dëshmi, dhurime, këngë. Por brenda, zemra jonë është si një det i brendshëm pa dalje, e mbushur me ujë, por pa rrjedh. Jezusi nuk tha këto gjëra bëj dhe do t'jesh i qetësuar. Ai tha, vini te unë, të gjithë ju që jeni të lodhur dhe të ngarkuar, dhe unë do t'ju lehtësoj. Vëreni, ai nuk tha bëni më shumë. Ai tha, vini te unë. Kështu, qetësia nuk vjen nga sa shumë bëjmë për Zotin, por nga sa e lejmë Zotin të bëjë për ne. Nuk vjen nga përsosmëria jonë, por nga prania e tij. Dhe ndoshta, kjo është arsyeja pse shpirti yt nuk qetësohet. Sepse ti je duke kërkuar Zotin në veprat e tua, ndërsa ai po të pritet në heshtjen tënde. Shumë krijojmë një sistem. Nëse lutem mjaftueshëm, Zoti do të më ndihmojë. Nëse nuk bëj gabime, do të jem i sigurt. Nëse dukem i shenjtë, do të jem i qetësuar. Por kjo nuk është besim, është tregti shpirtërore. Jezusi nuk na thot, bëhu i përsosur, pastaj vini te unë. Ai na thot, vini te unë, edhe në paqartësinë tënde, edhe në dhimbjen tënde, edhe në çrregullimin tënd. Qetësia e vërtet nuk vjen nga kontrolli, por nga besimi. Nuk vjen nga siguria e veprave, por nga siguria e Zotit. Kur Maria u ul në këmbët e Jezusit dhe e dëgjoi, Marta u zemërtua, sepse nuk po ndihmonte. Por Jezusi i tha, Marta, Marta, vetëm një gjë është e nevojshme. Ai nuk e quajti Martën të gabuar për shërbimin, e quajti të ngarkuar. Sepse shumë prej nesh sot jemi si Marta, duke bërë gjithçka për Zotin, por duke humbur Zotin në gjithçka. Dhe kjo është arsyeja pse shpirti nuk qetësohet, sepse ne kemi bërë krishterimin një listë për t'u kryer, ndërsa Zoti e ka bërë një marrëdhënie për t'u jetuar. Ti je në rregull me Zotin. Nuk ke mëkata të mëdha, nuk ke dhunë në zemër, e ki Biblën në përdor, por brenda je si një tel i të ndosur, gati të shpërthej. Pse? Sepse jeni duke kërkuar paqe nga mungesa e problemeve, ndërsa Zoti ofron paqe në mesin e tyre. Jezusi nuk tha, nuk do të keni kurrë tribulacion. Ai tha, në botë do të keni tribulacion, por bëhuni të qetë, sepse unë kam mboshtur botën. Kjo është paqja e vërtet. Jo mungesa e errësirës, por prania e dritës brenda saj. Shumë nga ne kemi krijuar një version të krishterimit ku lutja është një mjet për të qenë më të qetësuar. Bibla është një udhëzues për të shmangur gabimet. Kisha është një vend për të mbushur obligimin. Por kur Zotin e shohim si rrugë për të arritur qetësinë, ne e kthejmë atë në një shërbës të nevojave tona, jo një Zot që na thërret në dashuri. Dhe këtu qëndron kriza. Ti nuk ke nevojë të bësh më shumë gjëra për Zotin. Ti ke nevojë të jesh me Zotin, edhe kur gjithçka bie përsëri. Ti luç çdo ditë. Ti shkon në kish çdo ditë e diel. Ti jep dhurata, ti dëshmon. Por kur rën natën në heshtjen e plot, zemra jote nuk gjen qetësi. Pse? Sepse mund të kesh të gjitha veprat e fesë, por të mos kesh shpirtin e saj. Jezusi e quajti këtë gjë adhim me buzë, por zemra e tyre është larg nga unë. Nuk është faji që ke, është distanca. Shumë nga ne kemi bërë krishterimin një listë të kontrolluar. Lutja, leximi, shërbimi, dëshmia. Dhe mendojmë se nëse e kryejmë listën, Zoti do të jetë i kënaqur dhe ne do të jemi të qetësuar. Por Zoti nuk don ti bësh gjëra për të. Ai don ti bësh gjëra me të. Kur Maria ul në këmbët e Jezusit, ajo nuk po bënte asgjë të dobishme, por ajo po jeta me Zotin. Dhe kjo është qetësia që ti kërkosh. Jo nga sa bën, por nga sa jen. Ti lutesh shumë. Ti përdor fjalë të bukura. Ti thua amin me besim. Por brenda, zemra jote është si një det pafund, e lëvishme, e paqet. Pse? Sepse heshtja është ku Zotin e dëgjojmë, jo ku e kontrollojmë. Shumë nga ne e kemi bërë lutjen një monolog për të qenë të sigurt. Nëse i thom Zotit çdo gjë, ai do të më ndihmojë. Por lutja e vërtet nuk është për ta bindur Zotin, është për ta njohur. Jezusi shpesh shkoi në vende të shkreta për të qenë i e vetmuar me Atin. Ai nuk shkoi për të folur më shumë.
a I shkoi për të dëgjuar më thellë. Dhe këtu është sekreti që shumë nuk e din. Qetësia nuk vjen nga sa shumë I thua Zotit, por nga sa shumë I lejon Zotit të thotë ty. Kur jemi në heshtje, pa lista, pa kërkesa, pa performancë, atëherë shpirti ynë fillon të gjejë atë që kishte humbur. Jo një Zot që punon për ne, por një Zot që jeton me ne. Dhe në këtë prani, paqja nuk është rezultat, është realitet. Ti e ke Zotin në orarin tënd. 7. Lutje. 12. Një ajete. 20. Lexim. Por kur natën vjen dhe zemra jote fillon të flas, ai që duhet të jetë më I afërmi është më I larguari. Pse? Sepse e ke bërë Zotin pjesë të rutinës, jo qendër të jetës. E ke fusur atë në kalendarin tënd, por nuk e lënë të hyjë në kaosin tënd. Jezusi nuk kërkon një kohë në ditën tënde. Ai kërkon të jetë ditën tënde. Kur Marta I tha, Zotëria, a nuk I këshillon që të më ndihmoj? Ajo nuk po kërkonte më shumë kohë me Zotin. Ajo po kërkonte që Zoti t'i shërbente rutinës së saj. Por Maria kishte zgjedhur pjesën më të mirë. Jo të bëj diçka për Zotin, por të jetë diçka me Zotin. Dhe kjo është arsyeja pse shpirti yt nuk qetësohet. Sepse ti je duke rregulluar aktivitetet e tua rreth Zotit, ndërsa Zoti po të thërret të rregullosh zemrën tënde rreth Tij. Nuk ka nevojë të bësh më shumë. Ka nevojë të jesh më afër. Ti luft për paqe. Ti kërkosh qetësi. Ti thua, Zotëria ma jep. Por çfarë do të ndodhë nëse Zoti të thotë, unë jam paqja? Ma pranoni? Shumë nga ne nuk e kërkojmë Zotin. E kërkojmë atë që ai mund të na japi. Nuk e duam Zotin. E duam qetësinë, shëndetin, sigurinë që vijnë prej Tij. Dhe kur këto gjëra nuk vijnë me njëherë, ose vijnë dhe prap zhduken, ne humbim besimin. Jo sepse Zoti ka dështuar, por sepse ne kishim bërë Zotin një mjet, jo një qëllim. Jezusi nuk tha, kërko paqen. Ai tha, kërko parësinë e mbretërisë së Perëndisë, dhe gjithçka tjetër do t'i shtohet. Kjo do të thotë, mos e kërkoni Zotin për të marrë diçka tjetër. Kërkoni Zotin dhe gjithçka tjetër do të gjejë vendin e vet. Qetësia nuk vjen kur gjithçka është në rregull. Vjen kur Zoti është në qendër, edhe kur gjithçka është në kaos. Dhe ndoshta, kjo është arsyeja pse shpirti yt nuk qetësohet, sepse je duke kërkuar paqen pa Zotin, ndërsa paqja është Zoti. Ti lutesh, ti lexon, ti shkon në kish, por zemra jote është si një fushë e thatë, pa jetë, pa rrjedh, pa frut. Pse? Sepse shpirti nuk vdes nga mungesa e veprave, vdes nga mungesa e pranisë. Jezusi tha, unë jam rrjedha e jetës. Jo unë jam udhëzuesi e jetës. Jo unë jam ndihmësi e jetës. Unë jam rrjedha. Dhe kjo do të thotë, nëse shpirti yt është I vdekur, nuk ka nevojë për më shumë rituale. Ka nevojë për t'u bërë I gjallë sërish. Shumë nga ne kemi bërë fesën një kujdesi I shpirtit, si një plant që e ujrojmë nga jashtë. Por Zoti don ta bëjë shpirtin ton një burim të gjallë, që rritet nga brenda, jo nga jashtë. Dhe këtu qëndron sekreti. Shpirti I vdekur nuk duhet të punohet. Duhet të ringjallet. Ti ke provuar të rregullosh jetën. Ti ke provuar të kontrollosh zemrën. Ti ke provuar të bësh gjithçka të saktë. Por brenda je si një det pa breg, I paqet, I paqartë, I paqëndrësuar. Pse? Sepse qetësia nuk vjen nga sa mirë e mbajmë jetën, por nga sa shumë e japim atë Zotit. Jezusi nuk tha, bëni gjithçka si duhet dhe unë do t'ju jem pranë. Ai tha, vini te unë, edhe kur gjithçka është mbrapsht. Dhe këtu qëndron sekreti. Qetësia nuk është rezultati I punës sonë, është dhuratë e pranisë së Tij. Kur shpirti yt nuk qetësohet, nuk ka nevojë për më shumë rituale. Ka nevojë për një takim të vërtet me Zotin. Jo në kish, jo në lutje, jo në Bibël, por në heshtjen e zemrës sate, ku ai po të thërret me emrin tënd. Dhe në atë çast, paqja nuk do të jetë diçka që kërkon, do të jetë diçka që të mbulon.